Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria përkatësisht në emisionin Port. Sonte do të diskutojmë lidhur me edicionet, lidhur me ditët e plisit që mbahen për çdo vit. Për të diskutuar lidhur për këtë ngjarje dhe personalitete të historike që identifikohen me plisin dhe historinë kombëtare, kemi të ftuar historianin Muhamet Bayraktari. Përshëndetje zoti Bayraktari, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit, edhe unë ju përshëndes juve stafin e këtij televizioni me emër dhe punë të mirë. Ju faleminderit për ftesën, besoj që do të kontribuoj rrethtimës që bisedojmë. Para disa ditësh është mbajt edicioni 12, dita e plisit. A kishim mundur në mënyrë kronologjike me na tregu nga kur ka filluar të mbahet ky edicion që njihet si dita e plisit? Po, eksakt të shtunën që shkoj me 21 këtij muaji, Këshilli Organizativ për mbrojtjen e vlerave kombëtare, në këtë rast të plisbardhëve, kërkojnë nga ne që të jemi një koqer të një manifestimi kështu për mbrojtjen e pligjësit. Neve si Bllaz e pranum me gjithë qef kërkesën e tyre, pasi që ata e kërkonin një fshat që ka një histori të vjetër, po aq sa është i vjetër edhe plisi. Një thot kështu, në rast se nuk e mbron vet, ta marrin të tjerë. Dhe neve këto vlerat kombëtare që janë me histori të gjatë, vërtet duhet të mbrojmë në forma të ndryshme, e kur ma të rrezikume se tani në këto situata nuk kanë qenë. Manifestimet tilla janë mbajtur për herë të parë në fshatin tonë në Bllaz. Nga kur? Domethënë, ky rast është i pari në Bllaz. Era parë që po marr. Se ata, domethënë, organizatorët që në këtë rast i përshëndes, që janë emra kështu me background edhe patriotik, në këtë rast e falenderoj mas pari nismetarin dhe udhëheqësin e këtij stafi për mbrojtjen e plisit, Ismet Krasniqin Lala, pastaj Rahman Lajqin, piktorin, e të tjerë që për herë parë kanë fillu pas lufte të organizojnë evenimente të tilla për mbrojtjen e vlerave kombëtare, për herë të parë në Kosovë, meqense plisi daton si shaj që nga Greqia vjetër, gjithsesi Iliria vjetër, por në Kosovë ka fillu pas lufte të mbahen edhe të manifestohen një herë në vit për mbrojtjen e vlerës së plisit. A kishim mundur pak me na tregu si u bën ky organizim i edicionit të 12? E thatë nga një vend historik, po aq sa ka histori plisi, po aq ka histori edhe Bllaza. Natyrisht. Si u organizua? Cilat ishin përgatitjet, cilat ishin kushtet, apo që ofruat dhe si fshat, si vendbanim në organizimin e këtij edicioni? Po përveç historisë që kemi lashtë dhe patriotike, kemi edhe kulla në fshat. Njëra prej tyre është kulla e Bllazës, që është një kullë vjetër, që daton prej kohës së Jugosllavisë vjetër dhe mesazhi i kësaj kulle ishte për me ndalë shpërnguljen e shqiptarëve atëherë për në Turqi. Ky ishte mesazhi i kësaj kulle. Po kemi edhe kullën e qendresës, e cila i është dedikuar qendresës historike të Bllazës, përfshi edhe luftën e fundit. Prandaj këto kanë qenë historia edhe ekzistenca e kullave në Bllaz si argumente për organizimin e një manifestimi të tillë. Neve e pranum me qef
edhe formum këshillin organizativ në mesin e tyre, edhe unë isha me djem të Bllacës, vetëm organizum, edhe banëm një lloj skenari që aty të ashtrujmë edhe një drek tradicionale, në kullën e qëndërisës e majtëm, dhe vërtet ka qenë masovike, dhe aty është qëllimi që të bime tilla të jenë masovike sepse ka karakter kombëtar, mbrojtjen e vlerave kombëtare. Dhe kaluam mirë, të paktën ky është vlerësimi edhe i musafirëve, të cilët ishin prezant aty dhe për fat mirë më na nderun edhe erdhen nga gjithë trevat shqiptare, patin nga Tetova, nga Presheva, sepse ndërsa për vise të Kosovës mos diskutojmë, ka patur nga Australia, një plis bardh që ishte i pasionum mas plisit prej Amerikës, dhe ishte një nder që na banë neve edhe festës e plisit edhe neve si fshatar të Bllacës. Çka kishte të veçantë, apo ishte tradicionale në vazhdimsi të edicioneve të tjera, apo si këshill organizativ, a munduat të krijonin diçka të veçantë në këtë ditës së plisit? Po e veçantë është në Bllacë kur do që mohen evenimente të tilla, sepse mbahet në Bllacën historike të Ramës, të Bllacës, dhe e veçantë është mikpritja e Bllacës. Pastaj, organizimi u bërë nga burrat edhe nga gratë e Bllacës, dhe më dhe është gjithmonë është e veçantë dhe aty ishte e veçantë sepse vërtet kishmi komplimente të mëdha prej organizatorëve, na ishmi në cilësinë e një koqirit, ndërsa ata ishin organizatorët dhe kishin agjandën e vetë, por në fund u ndonë mirë njohje për burra të shumë që merrnin pjesë, për shembull ishte Rahman Lajçi, një burr i madh i Kosovës, pastaj piktori, edhe njerëz tjerë të kulturës edhe të traditës, që u ndonë mirë njohje, na dhanë edhe neve për organizim që ishte një kënaqësi edhe një vlerësim. Pse pikërisht në këtë ditë, apo mbohet çdo herë në këtë ditë të njëjtë, çdo edicion, apo mbohet prej organizatorëve kurrë caktuar? Jo, është 21 qershori o dita e plisit dhe mbohet një herë në vit. Mbohet edhe në vise tjera, edhe në Shqipëri, edhe këtë në trojet shqiptare kukun, sepse mesazhi i plisit është ku ka troje shqiptare të bashkohen, edhe plisi është ai simboli që na bashkon neve shqiptarëve. Unë thash, çfarë nënvlerëson plisi tek shqiptarët që identifikohen me identitetin e tyre? Po herët kur ka filluar të bortet plisi, sinjalizon paqen, shpirt bardhësin, edhe unitetin e shqiptarëve. Është e bardhë gjithçka, çfarë është edhe historia që neve nuk e vlerësojmë, ma shumë na vlerësojnë të tjerët se neve vetë. Kështu. Në më kjo ishte, po, unë e kisha aty një përshëndetje kur e bona para të bimit, edhe një mesazh që plisi i bardhë të mbahet në kokat e shqiptarëve. Të paktën në festat tona kombëtare kur i kemi, që kemi mjaft, ditën e pavarësisë, ditën e çlirimit, alfabetin shqiptar, pastaj shkollën e parë shqipe, festat e Skënderbeut, Beslidhja, Lezhës, e për plot festa që ja vlen në këto festa kombëtare të vendosme të paktën në këto festa plisin e bardhë që sinjalizon rezistancën edhe të shqiptarëve, historikisht të shqiptarëve. Zoti Bayraktari, në këtë ditë të plisit, apo në ditën e plisit, a themi më mirë, mbahet ndonjë kumtesë, diskutohet diçka, Po. apo çfarë? Po,
flitet në këtë ditë? Morrin pjesë delegacionet ndryshme që i kanë kumtesat e veta me pamundësi që të gjitha aty të paraqiten e të lexohen, organizatori i merr ato edhe i boton për secilin tubim në mbrojtje të plisit e boton nga një libër. Prisme edhe na tash me rata boton. Në çdo edicion, domethënë, në çdo edicion botohet edhe nga organizatorit, gjatësisht nga ky këshilli organizativ botohet edhe libri edhe aty natyrisht preken pikat më të rëndësishme të. Çfarë trajtohet në këto komtesa, në këto shkrimet e cilat më pas botohen? Apeli për mbrojtjen e vlerave kombëtare. Dhe unë e thash që në fillim, janë të rrezikume. Nuk e mbrojtëm lahutën në murë Serbi. Ka tendenca dhe shkrime që edhe përplisin bëjnë luftë se është simboli tyne. Dhe neve pak në ka trullos politika i kemi harruar të vlerat kombëtare. Dhe vërtet, duhet më kthy të mbrojmë sa nëse kjo është amaneti i kullave të vjetra, amaneti i Rambllacës, i kullës e Rambllacës, të qëndrojmë në vendet tona, të respektojmë vlerat kombëtare dhe të lidhemi më tepër me vendin tonë edhe me vlerat tona kombëtare. Prandaj këtu është edhe apeli të e pa rrezikimin skajshëm të vlerave kombëtare, natyrisht organizatorin këtë rast edhe herë e falenderoj Ismet Krasniqin me bashkëpunëtorët e tij për organizimin edhe ka energji për organizimin e këtij. Mu doke që përveç publiki që ishin prezant dhe të gjithë me plisbardh, mu doke që edhe ata ishin të kënaqur nuk kënaqën me pritjen edhe me mesazhet që u dhanë në atë tube. Rrugja e vlerave historike, kulturore, po është në një vend historik, gërshëtimi këtyre të dyjave në Bllacë. Sa zgjaj interesim nga vendasit, nga ju si vendas në organizimin e kësaj dite? Po, ishte pjesëmarrja e mirë, jo mirë, po shumë e mirë, pastaj motivi ishte i fortë për me organizu dhe me dalë sa më mirë kjo, të u bazu pikërisht në vlerat e fshatit Bllacë. Dhe porosia e Rambllacës, një patrioti të madh, historik, i cili në kohën e Jugosllavisë së vjetër, bëri atë që s'po mundet sot një parlament të tërë i Kosovës me bë. Ai atëherë i grisi dokumentat serbe në parlamentin e Serbisë, sepse ka qenë deputet atëherë i zgjedhur prej rrethit të Suarigës prej popullit, dhe midis Beogradit në parlamentin serb e shkeu dokumentin për me nalë shpërnguljen. Sot, edhe natyrisht i kushtoi me jetë Ramës, sepse ishte shpërngulje me dhunë, i cili bëni përpjekje edhe në atë kohë për me tregu popullit që une si deputet i parlamentit atërshëm këtu do t'jem. Edhe më ndërtoj kullën e atërshme që sot, edhe atë ditë me rastin e organizimit të plisit, këti manifestimi, shkum atje të kulla ti, aty e nisëm betimin edhe realizimin e këti projekti kështu kombëtar. Dhe, përveç kësaj, Rama për me nalë shpërnguljen, bashkë me patriot tjerë, në këtë rast Ahmet Shtimen, pastaj Hasan Hysenin, shkojnë edhe në Shkup atje të administratorit turk, që i rregullon të dokumentat për shpërnguljen sa më shumë të shqiptarëve, e për fat keq atëherë e kanë ndihmu edhe disa hoxhallar që në serbisht po e tham ju kanë thonë državni imam, që janë kontrregrutum prej Serbijës edhe Rusijës, që me nëzitë sepse për kokë të banorit kanë marrë një shumë të madhe
të pareve, ai që nëzit edhe mrin numrin më të madh të shpënguleve, merr pare më shumë. Të gjitha këtu i ka luftu dhe ka arrit Romlosa me nol, atëherë me ndruje tona. Sot kemi një shpëngulje tjetër që i thonë në këtë zhargonin e ri politik migrim, që vërtet është fatal për neve, sepse për ditë trujet tona po shkretërohen, kullat tona po mesin pa njerëz, pa rini, pa një mesazh i tubimit që mua dhe të tjerëve na interesoj që në këtë tubim të plisit në Bllocë të morrin pjesë edhe të ri me plisat bardh dhe ta njohin si vlerë kombëtare, si shenjë kombëtare. Zoti Bayraktari, po ndolëm edhe pak tek plisi, e tha që dal nga dal dita ditës nuk po përdoret, sepse koha ka ndryshuar, qasja tani evropeanizimi, demokratizimi i shoqërisë në një farë forme, plisi po mbetet si identitet dhe shenjë kombëtare. Çfarë duhet të bëjnë institucionet e shtetit që të ruhen këto shenja të identitetit kombëtar dhe të bartën si shenja në gjeneratat e reja që s'paku të dihen, që janë shenja të identitetit kombëtar të shqiptarëve nga gjeneratat e reja? Realisht, në mbrojtjen e këtyre vlerave kombëtare dhe simboleve kombëtare, dohet me dhanë punën e vetë shteti, Ministria për Kulturë dhe Trashëgimi. Ajo dohet, po s'pari dohet me nxjerr ligjin që nuk po e nxjerrin për mbrojtjen e vlerave kombëtare. Përveç plisit neve kemi edhe shenjat e tjera që na identifikojnë. Edhe flamurin kombëtar, edhe fyllin, thash lahutën na i morën një simbol tonin kombëtar, na i morën serbët, kanë tendenca që neve më na shfaq si popull pa histori. Këtu tendenca e serbëve, që mos me posë edhe për ata i atakon edhe simbolet tona kombëtare. Po këto do të mi dalë në mbrojtje vetë shteti. Kemi alamet ministri që morrin rrogat majme, e realisht për këto nuk bojnë fare kurrë. Me pati kullën e Romës, një kull qëndrese, në çfarë gjendje është mjerem. Dhe ministria nuk ndërmerr, premtojnë kur të vinë zgjedhjet, janë kena mi do që ka kur vjen puna, koha kalon. Para se të kalojmë tek personaliteti historik i Rambllocës, edhe një diçka. Historiku i plisit. Në një kohë është mbrojt me fanatizëm. Është mbrojt plisi që e ka qenë e pamundur. Më para ndoshta ka vrarë njeriu, se sot ja heqesh plisin nga koka. Çfarë ka do të thotë kjo për historikun e shqiptarëve? Po na e diskutuam edhe më herët. Evropa na aderojmë për Evropë. Evropa neve më shumë. Ta themi ndryshe, sa ishte i lidhur shqiptari për plisin, atë kuptimin e mbrojtjes si identitet të vetin? Ka qenë i lidhur, atë shumë që për ples ka dhonë edhe jetë. Kemi përplot raste në luftën e fundit, kur serbët, ushtria serbe, javë ka hetë nga kokat, ose i ka thonë heqe për dhëse plisin, nuk kanë pranu. E ka pushkatu serbe dhe nuk ka pranu. Aq fort janë këtë ledhën mas plisit. Që ka simbolizu rezistancën dhe në kanë identifiku si shqiptar. Por fat keq, tash na patum edhe marret e diskutum që po zbehet kjo, po na Evropa ma tepër na don në rase i mbrojmë njëve, shpesherë shumë vlera tona kombëtare, vetë Evropa dhe Bashkia Ndërkombëtare i shpall në mbrojtjen e UNESCO-s.
Dhe ashtu na identifikohemi edhe në Evropë edhe në mekanizmat të tjerë. Jo, tu i përdosnive vetë vlera tuna kombëtare. Po, krejt janë të çështja që duhet me ndërmorë vetë shteti, me aprovu, me miratu ky parlament, jo me djeg vetë vetën, me aprovu ligjin për mbrojtjen e vlerave kombëtare. Edhe vlerave të luftës së fundit që ishte heroike, dhe unë për vete edhe si qytetari Bllocës, po dhe të tjerë jemi mjaft krenor që edhe djemët e Bllocës edhe në luftën e fundit e kanë qunë me vend amanetin e Rom Bllocës për mbrojtjen e territoreve. Tani, e përmendëm disa herë që ka qenë edicioni 12 i ditës së Plisit, çfarë duhet i shtohet kësaj ngjarje, kësaj dite në të ardhmen. Ju si Nikoqen këtë herë, po hera tjera si pjesëmarrës në vende të ndryshme, çfarë duhet i shtohet, me çfarë duhet të plotësohet, a ka vend për plotësim apo duhet të vazhdu në këtë drejtim? Unë kujtoj që do të masivizohet. Unë gjatë këtij tubimi aty e dhash një mesazh, një kërkesë që në rast se nuk e vendosmi në përkoka tona, të paktën secila shtëpi në Bllocë ta ketë një pjesë në Teo Gjaku, qoftë në për sallonet tona tash, qoftë në për oda, qoftë në të paktën të figurojnë një pjesë ta kemi dikun aty në Sirtar, edhe me rujt edhe në këtë formë, edhe në rast se nuk e. Por në festa kombëtare që e përmenda më herët, detyrimisht duhet me bart edhe mo identifiku me ato. Çka kërkohet? Kërkohet që të jenë më masive në të ardhmen, edhe gradualisht historianë tonë edhe në për libra shkollore të shkruhet për Plisin, se Plisi në vete përmbon edhe atë dhe dashurinë, për me dasht venin, atë dhe on, me mbrojt, edhe në për libra shkollore, pse jo, ma tepër të shkruhet, ma tepër të mbrojt vlerat të tilla që i kemi përplot. Në kodër të kësaj, pasi ka qenë një vend historike, përmendet edhe ju, përmendet edhe falet lidhur me figurën historike të Ram Bllocës. A janë thonë të gjitha për këtë personalitet historik deri më tani? Jo, për Ramën ka nevojë të shkruhet edhe të mirën ma seriozisht. Shumë vepra që gjatë jetës tij që i ka zbatu edhe ka rreziku shumë herë, jetën e tij nuk shkruhet mjaftueshëm, nuk shkruhet. Ma tepër të niveleve lokale kanë shkru, po jo Instituti Historisë i takon ma edhe të futet në libra shkollore, në historinë shkollore. Jo me 2-3 citate të përmendet, po Rama ka histori, unë e thash, ka bërë ma shumë se sa një parlament të tërë në kohën e vetë. Edhe pse e ka di që do të vritet nga pushteti serb atëherë. Pastaj ka shku edhe ati qatipit turk në Shkup, atje e ka ndalu, sepse aty janë bërë dokumentet edhe pasaportat për Turqi. Ka shku që e përmana bashkë ma herët, i ka ndërprej ato. Pastaj Roma ka një vlerë tjetër, sepse edhe pse nuk ka ditë shkrimlexim, e ka dosht shkollën. Dhe ka dollë në të viset tonë atje ka lyp fëmijë të ri për mi shkollu me stipendin e tij, me parët e veta. Mirë po atëherë ka qenë problem në nxjerr me shkollu një fëmijë, sepse ma tepër kanë logjuar ma pelet e hoxhallarëve, nuk ban shqiptari mu shkollu muslimoni, kështu s'ban mjë po knek këto pjesë të trupit, edhe me një formë janë mundu me neutralizu. Po edhe
dashamiri madh i shkollës shqipe ka qenë. Edhe shtëpia ti ka qenë shtëpia Rambllocës, ka shkolla por shqipe në fshatin tonë, çka brezat e tërë. Pastaj Roma në rënd por kalon gjuhën në krejt Kosovën, po të djali ti Qazim Vllacën, një patriot i papar i kohës, i cili që në atë kohë, gjatë dhe pas luftës e dytë botërore, ka bo me përpjekjet mëdha tina patriotike për bashkimin kombëtar, në lidhjen e dytë të Prizrenit, për bashkimin kombëtar, dhe është dënu, për fat keq është internu edhe në burgin e Burrelit me 20 vite. Djali i Ramës, Qazimi, i pazavendësueshëm, i cili u shkollua në atë kohë në Beograd, se s'ka pas të neve shkollë, po kësi deputet ka arrit që ta shkolloj në fillim në Kragujevsk, ku ka qenë një, sepse marrëdhëniet e serbo-maqedoranëse ka qenë në nivel, dhe aty ka pas një fakultet nga Maqedonia dhe aty internaute të Maqedonisë, njerë në Kragujevsk, pastaj edhe në Beograd do shkollu, dhe ma vonë ka përdor atë shkollim, po tu unëzi, tu motivu, që janë motivu edhe të rritë tjerë në Vllac me veprën patriotike të babait e tij Ramës. Zoti Baraktari, faleminderit që ishe pjesë e emisionit Kult në televizionin Arbëria. Ju lutem, ju faleminderit edhe juve për ftesën, edhe juve sukses si televizion. Është mirë të merr një pjesë në për manifestimet të tilla, edhe jo si televizion, edhe të intervistoni edhe figura tjera përveç mie, në mënyrë që sa më shumë ta masovizojmë mbrojtjen e këtyre vlerave kombëtare. Faleminderit Anja. Ju lutem edhe ju. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.